Nga zero në Harvard duket si një prallë e bukur, por në fakt unë sot do t'rregoj një histori të vërtetë nga ato që kanë edhe pluhur kozmik, edhe raskapitje, edhe kthesa që të prishin planin, po edhe ringritje nga hiri si Feniksi. Kjo është historia e Albana Shehaj, për ju që nuk e njihni, e cila jeton dhe punon në Boston, në Harvard School. Ke qenë 18 vjet kur u nise për te oqeanit, atje të priste dashuria jote. Unë largova pa i thënë askujt, u largova në mënyrë ilegale. Dhe më kujtohet mësuri gjumi në karriget e aeroportit në Austri, në Vjenë. Dhe dëgjoja ato çizmet e policit austriak kur kalonte natën. Dhe ndjeva veten në rrezik aty dhe kur i kam thënë pas raportën personit, oficerit me cilin u përballa, ai ishte para se të tranzicionoja në Amerikë, unë jetova pak në Greqi. Dhe shkova nga ato detet e bukura dhe të kaltra greke, u përballa me borën e Michiganit. Edhe shpesh herë kisha si shprehjen time që unë jam një vlonjate që po jetoj në tropoj. Tu desh në një moment të jetës tënde që ta rinisje përsëri nga zero, këtë herë bëhet fjalë për emocionet. Edhe i the jo një kontratë pune të rëndësishme në shtëpinë e bardhë, i the jo Harvardit. Jeta nuk shkoi ashtu siç kishte ëndërruar, sepse në një moment erdhi divorci. Sa vite ka qenë nga martesë? 28. Ajo ishte momenti ku unë u përballa me një humbje. Por mënyra se si divorci mu prezantua nuk ishte diçka me cilën mund të luftoja më, sepse për dashurinë luftohet. Por momentin që ti e shef që vullneti i lirë i partnerit tënd nuk është më prezent në martesën tënde, është e kohë të luftosh. Si përjetoi nëna në fakt kur i thej që po më ndodhe njëjta histori, mame? Ajo ka qenë ndoshta pjesa më e vështirë për mua në gjithë këtë, sepse pash mamin që e rijetoi dhimbjen e saj. Albana je vetmja pedagoge shqiptare, vetmja lektore shqiptare në Harvard University, arritje shumë e madhe. Si e mbritet i këtë? Momenti që kam hyrë për herë të parë në Harvard, unë e dija isha në shtëpinë time. E kërkove ti Harvardin apo ata të spikatën ty dhe të rekrutuan? Unë e kam kërkuar Harvardin për sa kohë isha ende duke ndjekur studimet e mia. Dhe kur unë mbarova doktoraturën më kërkoi mua Harvard. A mund të ta shpjegojmë që në fakt Harvardi, Ivy League apo Russell Group Universities në Angli nuk janë vetëm privilegje njerëzve të cilët kanë mundësi të paguajnë. Pak, Harvardi nuk është as pak një ëndër e largët, sidomos për ata studentë që dhe veçanërisht për ata që janë jashtëzakonisht shumë të motivuar në personin e tyre, por janë të limituar, janë të kufizuar nga financat e tyre familjare. Ke krijuar ndërkohë një entitet shumë interesant që quhet International Studies Academy. ISA ekziston dhe është krijuar pikërisht me këtë ëndër, që unë t'jap kontributin tim personal, se si studentët shqiptarë të tregojmë ato esejet që të mrekullueshme që ata duhet shkruajnë të futë të hyjnë në universitetet e ëndrave të tyre. Harvardi duhet më hapi derën dhe mua përsëri për herë të dytë. Jam totalisht e bindur që do ta hapi. Nga zero në Harvard duket si një prallë e bukur, por në fakt unë sot do t'rregoj një histori të vërtetë nga ato që kanë edhe pluhur kozmik, edhe raskapitje, edhe kthesa që të prishin planin, po edhe ringritje nga hiri si Feniksi. Kjo është historia e një vajze frymëzuese nga Vlora, e cila iku në SBA kur ishte 18 vjeç dhe nuk fliste asnjë fjalë anglisht. Tani është në Harvard, mes auditorëve dhe ideve që formojnë botën, është lektore në Fakultetin e Artit dhe Shkencës, program manager në Qendrën e Studimeve Europiane dhe seminar chair në këtë qendër dhe drejton undergraduate studies në këtë fakultet. Kjo është historia e Albana Shehaj, për ju që nuk e njihni, e cila jeton dhe punon në Boston, në Harvard School. Jam shumë e kënaqur që ke bërë gjithë këto kilometra, ndodhesh këtu në Tiranë, edhe pse me origjinë nga Vlora, dhe ke ardhur në podcastin Inspire. Alketa, shumë faleminderit për ftesën, është vërtet kënaqësi. U ktheve në Vlorën tënde? Po sigurisht. U ktheva ndërkohë që nuk ishte ujë faktikisht, por gjithsesi Vlora është për herë e bukur. Kemi ujë deti mjaftueshëm edhe kur nuk ka ujë të pastër. Si e mban mend shtëpinë kur rite? Cila ishte klima emocionale në atë shtëpi? Unë kthehem atje për inspirim për herë. Vlora është atje kur merr frymë lirisht, të paktën për ne vlonjatët jemi shumë të lidhur me gjithkush me vendin e vet, por sigurisht ne vlonjatët pak më tepër. Dhe për mua unë kam shumë vite larguar nga Shqipëria, por kudo ku jam, në çdo shtet ku kam lëvizur, për mua shtëpia ka qenë Vlora. Sa vite u bën që Albana jeton në Amerikë? Unë jam larguar që në vitin 1994, do të thënë 32 vite plotësisht. Emigrimi nga shumë njerëz shihet si sukses, po në fakt është edhe një shëmbje dhe një humbje identiteti. Nuk e di se si e ke jetuar emigracionin dhe ka qenë për ty në fakt vërtet the American Dream një ëndër e jetuar mirë dhe bukur? American Dream më tepër tani është një shprehje se sa një realitet, sepse Amerika ka ato sfidat e veta dhe gjithë emigrantët përballen me to. Për mua një nga sfidat e para ka qenë unë kur shkova në Amerikë nuk flisja anglisht. U largova prej Shqipërisë në një moshë
te jetë sapo kisha mbaruar gjimnazin. Flisja italisht, frëngjisht, por as pak anglisht dhe ishte një botë e panjohur. Dhe tjetra, para se të tranzicionoja në Amerikë, unë jetova pak kohë në Greqi. Dhe shkova nga ato detet e bukura dhe të kaltra greke, u përballa me borën e Michiganit. Edhe shpesh herë kisha si shprehjen time që unë jam një vlonjate që po jetoj në tropoj. Aq larg vetvete se gjeja veten. Por shumë shpejt mësohesh dhe e pranon atë realitetin që kjo është jeta ime, kjo është zgjedhja ime që unë bëra dhe tani me këto kushte që kam, unë do bëj të pamundurën të realizoj ato ëndra që unë do t'i kultivoj pavarësisht nga konteksti dhe konditat të cilat më rrethojnë. Dhe një nga ato ëndrat e para për mua ishte unë i vura një detyrë vetes në mënyrë të menjëhershme që do të shkollohesha në Amerikë, nuk ishte rrugë tjetër. Dhe ishte kjo rruga që unë zgjodha, dhe jo vetëm, kjo ishte një zgjedhje që unë e bëra në atë periudhë kam qenë e martuar. Ishte një vendim që ne e morëm së bashku, 2 fëmijë që po luanin me shtëpia në një farë mënyre. Ti ishe vetëm 16 vjeç dhe në anën tjetër për te oqeanit. Po, isha 15 kur jemi njohur. Kur jeni njohur, ke qenë 15, ke qenë 18 vjet kur u niste për te oqeanit, atje të priste dashuria jote. Jeta martesore. Ishe martuar që në Shqipëri? Po, kishim për celebrime. A ishi celebruar këtu? Kështu që bashorti të priste në Amerikë, në ëndrën amerikane. Bashorti në fakt e pati një surprizë që më gjeti në Amerikë sepse unë largova pa i thënë askujt, u largova në mënyrë ilegale. Si shkove ilegalisht nga Shqipëria në Amerikë? Ndoshta jam vetëm vajzë asaj periudhe që e mori atë hap, por pas një konsulence në ambasadën amerikane më thanë se do të prisja 3 vite. Dhe për planet që unë kisha për jetën 3 vite më dukeshin 3 jetë, nuk bëhej fjalë që unë prisja 3 vite. Dhe si nga Vlora, nxora atë kartën e vlonjates edhe pyeta dikën në ambasadë, thosh ka një plan B, ka një alternativë tjetër se si kjo mund të realizohet? Dhe drejt një shume të caktuar më thanë hajde të nesër të marrësh vizën. Shkova e mora vizën dhe brenda 24 orëve unë nisa për në Amerikë. More vizë turistike besoj. Nuk e kisha idenë çfarë vize mora Alketa. Unë thjesht pashi pasaporta ime kishte stampën e një vize dhe aq ishte mjaftueshme për mua të nisja udhëtimin tim. Po e shkele pastaj kohën e qëndrimit edhe si... Në fakt unë konstatova direkt në New York dhe u arrestova, madje dhe nuk vjen as pak zor ta them. Unë u arrestova. Ishte në një vizë me qëndrim të shkurtër besoj, turistik, për qëllime turistike me siguri, ë? Ishte qëllimi çfarë natyre kishte viza, sepse viza ishte falso, kështu që çfarëdo gjatësie kishte viza ishte falso. Kjo ishte historia, unë nisa dhe aty kam një histori simpatike sepse unë nisa nga Vjena dhe fjeta gati 36 orë në Vjenë, se jo çdo fluturim nga Shqipëria të çonta në Amerikë. Dhe më kujtohet më zuri gjumi në karriget e aeroportit në Austri, në Vjenë. Dhe të gjoja ato qizmet e policit austriak kur kalonte natën dhe në tërgjigjen time e dija që diçka nuk kishte ashtu si e ke parasysh atë sensin që kisha diçka me vizën, mënyra se si e kisha marrë ose kishte diçka që nuk shkonte. Dhe prandaj edhe ndoshta nuk informova as prindrit as kënd që po largohesha. More çdo risk edhe unise. Shortin në Amerikë. Thjesht unisa. Kundravajtje, po unisa. Kundravajtje me pasaportën në xhep. Dhe e kisha atë frikë në Vjenë, por aty të nesërmen pastaj ka qenë një moment që gjithkush mendja ndodhet përballë një momenti të tillë që e ke përballë personin që do t'i japi shansin e jetës. Dhe unë jam ndodhur para atij shansi sepse ishin 2 policët e emigracionit. I ke parasysh personat që të kontrollojnë atë biletën ose pasaportën në momentin para se të hysh në avion, ishin 2, ishte një gocë edhe një çun, polici dhe policia. Dhe unë i studioja nga larg kush prej tyre dukej më tolerant. Dhe momentin që e vendosa që do të shkoja te një prej tyre, e dija në ndërgjegjet ata po kthenin shumë njerëz, ose ishin ende vitet që shqiptarët po kërkonin të largoheshin. Dhe aty e kapa që ndoshta edhe unë isha pjesë e atij grupit që këta merrnin lek, shisnin disa viza dhe ndjeva veten në rrezik aty dhe kur i kam thënë pasaportën personit, oficerit me cilin u përballa, ai ishte më pa me një guxim dhe ishte një zonë, një femër ndoshta diku te 35 vjeçare. U kuptuam me sy. Do të thonë ne të dyja biseduam me sy, unë duke pranuar fajsinë time dhe ajo duke pranuar shansin e jetës që mua do të më jepte. Ajo e kishte më se në dorën e vet që mua të më thonte no, ktheu. Dhe unë nga shikimi asaj aty e konfirmova me vetdijen time që unë vërtet kisha një vizio të rregullt. Gjithsesi më lejoi hyrje dhe ajo ishte vërtet një moment që unë nuk e njoh atë njerëz, nuk e mbaj mend absolutisht, por veprimi i saj për mua ka qenë ndryshues në jetë.
Dhe nga një moment brita në New York, dhe kur kam britur në New York, më arrestuan, u dallua direkt, domethënë që viza ishte false. Dhe komunikova italisht me oficerët e emigracionit, të cilët pastaj njoftuan bashkëshortin tim në atë kohë, i cili u nis fill nga Michigani në New York. Me pak fjalë kam filluar jetën time si një refugjate ilegale me një histori kriminale në Amerikë. Dhe fëmijët e mi, shpesh, dy çunat e mi, shpesh bëjnë humorin që ti ke kaluar nga një burgosur në një prosekutore të burgosurve dhe nga një GED në një PhD. A ke pësuar një shok kulturor kur u ballafaqove për herë të parë me Amerikën, apo? Faleminderit që po e bën këtë pyetje, sepse e kam thënë shpesh dhe njerëzit nga ndonjëherë nuk e kuptonin. Unë kam jetuar një shok total. Ato 2-3 vitet e para, edhe për arsyet mia personale, ishin shumë të vështira. Por ndërkohë ishte dhe ajo ndjesia e muaj mjaltit, je pranë njeriu që do, ishte ajo faza që ne ndërtonim ato ëndrat tona. Dhe e pranuam si ajo ushtria që ti do bësh ato 2 vjetët, edhe në fund do lirohesh dhe ke disa plane madhore. Në atë mënyrë jetuam atë fillimin e parë. Dhe për mua ishte vendimi menjëhershëm që unë do shkoja në shkollë. Ke studiuar shkenca kompjuterike dhe në CV-n tënde shfaqet një arsenal i vërtet teknik. R, Stata, Bax, LaTeX, C, OOP, Visual C++ dhe Assembly, që ata që i njohin gradat e shkencave kompjuterike kanë të qartë se sa arritje do të thotë ti kesh të gjitha këto. Si e gjendur në këtë fushë, Albana? Totalisht rësisht, Alketa, dhe si akt të shpërime, sepse sikur se ju thash, kur shkova nuk e flisja anglishtën, por isha shumë familjare me matematikën dhe konceptet matematikore. Ishte diçka shumë e natyrshme për mua dhe e këndshme njëkohësisht. Dhe duke qenë se nuk e kisha durimin, kam bojtur gjithë jetën nga kjo gjë, nuk e kisha durimin për të mësuar anglishtën dhe pastaj të shkoja të hyja një shkence sociale, ku do duhej shumë anglisht, komunikim, mënyrë shprehje. Vendosa do shkoja do studioja shkencat kompjuterike. Dhe një 10 gjuhë kompjuterike në botën ku jetojmë, kjo nuk është më një profesion, por është alfabeti modern, themi ne sot. Edhe është shumë e rrallë në fakt të shohësh gra në këtë fushë. Mendon që është prirje apo është studim, punë, sakrificë, vendosmëri? Është talent? Mendoj se ishte një muskull i cili u stërvit me kalimin e kohës. Momenti i parë nuk do të thosha ndoshta prirje, por ishte një prirje dormante, e fjetur të unë, nuk e dija që e kisha atë prirje. Unë thjesht e pranova si degën, e para isha shumë kurioze, sepse sa po kishte dalë si deg, në 94 as Google nuk ishte krijuar, ose ishte në hapat e para të vetë, dhe ishte një shkencë që kishte vetëm burra. Po për çfarë intuite, ti praktikisht ke studiuar atë për cilën bota ka një super kërkesë sot. Po, sot. Por në atë kohë ishte diçka shumë e re dhe për mua edhe nga ana praktike pastaj ishte diçka që ishte vetëm një shkencë ku unë e dija do shkëlqeja sepse nuk më duhej anglishtja absolutisht, duhej vetëm matematika, kalkulusi, probabiliteti, statistika, edhe të mësoja kodimin. Të gjitha këto më dukeshin shkenca shumë eksakte dhe e dija që e kisha trajnimin universal në atë drejtim, që nga shkollat e mesme, matematika nuk ndryshon në çdo kënd botës. Të ka shpërblyer më shumë atëherë apo tani? Më ka shpërblyer më shumë me kalimin e viteve, me thënë drejtën, sepse unë pasi e mbarova atë diplomë, për një periudhë shkputa, sepse linda 2 çunat dhe priorizova familjen, domethënë 4 vite unë shkputa nga studimet. Dhe kur jam rikthyer, dhe jam rikthyer pastaj përsëri në Universitetin e Michiganit për këtë radhë për shkenca politike, studimet e mia në shkencat politike pastaj unë i integrova në mënyrë pa evitueshme me shkencat kompjuterike, e cila mua më lejoi që të investigoja hipoteza dhe pyetje politiko-ekonomike me bazë dhe vërtetësi matematikore statistikore. Dhe kombinimi i këtyre të dyave ishte diçka që mua në trajektoren time profesionale më ka ndihmuar jashtëmase. Programimi të mëson që nuk të shpëton emocioni, por të shpëton logjika. Nuk e di sa të ka ndihmuar kjo në vendimarrjet e jetës tënde. Ndoshta aty është rrënja e defektit tim personal. Akuzohem shpesh se ndoshta edhe pse njeri ngrohtë jam racionale dhe ftohtë në momente të caktuara, dhe ajo ndoshta është një defekt i profesionit. E kuptoj çfarë do të ndodhi jashtë afareve të zemrës, e kuptoj me një gjaktësi shumë normale. Kam një aftësi specifike për të lexuar ambientin dhe për të parë se ku do rezultoj një fenomen. Dhe ajo është racionale, ajo është diçka që kodimi më mësoi atë, se duke ndjekur hapin, domethënë në logjikën time, duke ndjekur procesin e kodimit, unë e di ku do të dalë x-i në fund ose y-i në fund. Dhe ajo nga ndonjëherë më bën që edhe pse
në jetën time personale, do doja të investoja më shumë, do doja ose të kisha zgjedh diçka më ndryshe në momente të caktuara, zgjedh racionale. Jo gjithmonë më dikton zemra. Do më thënë në luftën e zemrës dhe trurit? Zemra nuk, do me thënë, zemra ka fituar dikur te unë, por e ka humbur betejën para shumë kohësh. Ja, do të të pyes pak, do gërmojmë pak në mënyrën e emocioneve të tua, po ende dua të pyes për Harvardin, se e di që ka shumë njerëz cilët ende e shohin si privilegj të pak njerëzve, mundësinë për ta përjetuar një përvojë akademike, aty të gjatë, të shkurtër, të plot, nuk ka rëndësi. Kështu që dua që të na japësh disa orientime të mira, me që kemi hapësirën që mund ta shfrytëzojmë në mënyrë të dobishme për gjithë ata që janë sy e vesh tani për të dëgjuar. Ti si shkove në Harvard, në fakt, cilat janë kapitalet që duhet kesh që ta hapësh atë derë? Në radhë parë, ajo që duhet kesh, edhe kjo dëgohet pak si klishe ndoshta, por duhet kesh atë vendosmërinë dhe kuriozitetin vetvete. Por kurioziteti pa një plan ekzekutimi është thjesht një ëndër me sy hapur. Duhet kesh një kuriozitet dhe një plan ekzekutimi që të çojë atje. Ji kurioz dhe ji rigoroz në mënyrën se si kryen studimet e tua. Sepse këto dy procese të harmonizuara me njëra tjetrën të japin atë trajnim që ty vetvetiut, jo vetëm të ngres standardin e pritshmërisë nga vetja, por edhe të standardit të trajnimit që ti kërkon në hapin tjetër. Dhe ai shpeshherë është Harvardi. Studentët shqiptar kanë një të mirë të madhe. Shkollat e nivelit deri në nivelin e mesëm në Shqipëri, nëse nuk jam e gabuar në këtë që po them, vazhdojnë të jenë shumë të fuqishme. I përgatisin studentët me disa cilësi, dhe do të them, unë vërtet studiova shkenca kompjuterike kur shkova në Amerikë. Por deri në fund vitit të dytë nuk mu prezantua asnjë gjë e re. Unë këto të gjitha ato i kisha bërë shkollë të mesme në Alidemi dhe i përshëndes në Vlorë. Dua të them që ishte një trajnim më së saktë, dhe nëse shkollat tona të mesme në Shqipëri dhe nëse studentët tanë vazhdojnë performojnë me atë lloj vendosmërie dhe kurioziteti, janë domethënë paraprakisht të privilegjuar. Dhe ajo që kemi tjetër, ne çdo shqiptar ka një histori jetë shumë interesante. Dhe shkollat elitare, Ivy League schools, sikur se quhen, duan jo vetëm një mendje briliante, sepse sot shumë pak të rinj ka që nuk i kanë të gjitha njohuritë në dorë, ose brenda 5 minutave i posezojnë, i zotrojnë ato njohuri. Por shkollat elitare duan një historie të atill, të cilët u vërteton atyre se ky student me të vërtetë ka motivin e brendshëm, dhe ky nuk do stopoj. Ky nuk do të ndaloj derisa ta realizoj. Shpeshherë kur dhe e them këtë me bindje plot, sepse kam qenë në shumë komisione admissions committees, komisione pranimi për student bachelor, për student master, doktoratur. Shpeshherë ajo që shohim është se kanë shkuar prindrit në një shkollë të caktuar dhe studenti thotë, mua më ka mësuar mami, babi, familja më ka kultivuar drejt kësaj rruge. Ai është i pari aplikacion që ne eliminojmë. Sepse ajo tregon shumë mirë që ti je edukuar dhe ke ndjekur atë ritëm, por ty të është trashëguar ajo, nuk e ke atë shkëndijën të ndezur brenda vetvetes nga vetja jote. Shiko, ka shumë libra edhe guida të cilat përgatisi studentët se si të shkruajnë një esë të mirë që të pranohen. Por në fakt nga përvoja në këto komisione të pranimit ku ke qenë shumë herë pjesëmarrëse, cili është ai përbërësi kryesor që duhet kemi në aplikimet tona? Edhe për mua ka qenë e vështirë, në 2 aplikime që bëra në Harvard, në njërin program nuk u pranova, në tjetrin po, dhe kam një tjetër që e synoj dhe ti më the që ka disa sekreta, Alketa. Nuk është çështje të shkruash vetëm arritjet në CV, po është çështje që ti duhet thuash pse ti je vërtet një ndryshim. Dhe kjo është ajo që shumë nuk e perceptojnë. Dhe unë, nëse më lejon, domethënë të përmend 30 sekonda, unë kam krijuar kompaninë time, akademinë time në Tiranë, International Studies Academy, pikërisht për këtë qëllim, që t'i lejoj studentët t'i përgatis me atë njohuri që nuk mendoj se këtu është pjesë e trajnimit akademik. T'i përgatisin si të aplikojnë diku, por si të promovojnë vetveten. Çfarë dua të them me këtë? Aplikacionet, sidomos këto nga vendet jo vetëm Shqipëria, është tendenca e Ballkanit, është tendenca e Evropës lindore dhe perëndimore deri diku. Listojnë gjitha arritjet e tyre, listojnë aktivitetet e tyre, të gjitha angazhimet e tyre, dhe sado altruiste të jenë këto në natyrë, këto nuk thonë diçka për hapin e ardhshëm të studentit. Këto ngelen performancë në të kaluarën. Dhe ajo që mungon shpesh është të bëhet ajo lidhja midis, për shembull, kur unë ndihmova Kryqin e Kuq në Tiranë dhe punova me 4
studentë të tjerë, në biseda me njëri tjetrit, ne vendosëm që ne do krijojmë këtë kompani ose do krijojmë këtë iniciativë. Dhe tani na tregon një plan për të ardhmen. Dhe komisioni në logjikën e vet është aftë që ta shohë studentin nga i ka ardhur motivimi, dhe ku do të shkojë, ekzekutimi, dhe a është ai pas një kauze, a është duke ndjekur një kauzë të caktuar, një qëllim të caktuar në jetë, të cilët ne si institucion akademik do të donim ta suportonim deri në fund. Sepse në fundit ai student kur të realizojë atë, ai ndryshimi i botës që shpesh herë dëgohet si një klishe, si një retorik, ajo është diçka që ne vërtet e kërkojmë. Ne çdo studenti, sepse sidomos në Harvard, kur ke të bësh me studentë të cilët janë të gjithë stelar, si mund zgjedhësh mes tyre? Si zgjidhni unë mes tyre vërtet? Sa është kota e pranimit? 2 deri në 3%. 2 deri në 3%. Dhe sa aplikime ka në vit? Deri në 10.000 ndonjëherë. Për ato 1.500-1.600 vende, domethënë. Dhe a mund të ta shpjegojmë që në fakt Harvardi, Ivy League apo Russell Group Universities në Angli nuk janë vetëm privilegji njerëzve të cilët kanë mundësi të paguajnë. Se është ky miti që atje shkojnë vetëm studentët që kanë një familje me mirëqenie. Jo, dhe ta thyejmë atë mit këtu. Ta thyejmë atë mit, lutem, se është shumë problem. Dhe ta thyejmë atë mit këtu. Dhe zvoglon meritën e shumë njerëzve që arrin aty jo për shkak të fuqisë paguese të familjeve apo të paras që ata gjenerojnë nga bizneset apo sipërmarrjet e tyre. Dhe dua të flas për programin e bursave pak, për ata që e kanë mundësinë që t'ju vlerësohet mendja, t'ju vlerësohet drita që kanë në tru edhe kur nuk kanë fuqi financiare dhe suport nga familja apo nga bizneset e familjes. Kjo është një shërbim social tani që në biseda jon po na çon drejt saj, sepse nga momenti që komisionet e pranimit të studentëve e shohin që ky student ka të shkëndijën, dhe ne sinqerisht e referohemi si shkëndi. E ka shkëndijen personale dhe të lindur nga vetvetja, nga një pyetje e tij. Ne aty e dim që tani kemi një student i cili me të vërtet nuk do ndalet të eksplorojë atë pyetjen e vet dhe të gjejë zgjidhjen. Sepse ne kur na dikton dikush një komand, e kemi shumë herë më të lehtë ta injorojmë sesa një komand që ne i vëmë vetvetes, një qëllim që ne i vëmë vetvetes. Dhe në atë moment tani arrin sfida tjetër për studentët. A jam unë i aftë ta përballoj? Dhe shpesh herë studentët ndalojnë aty. Unë nuk i kam të ardhurat, dhe Harvardi vazhdon të kultivohet ky miti i ëndrrës së paprekshme, sepse nuk i kam të ardhurat. Por në fakt, le ta thyejmë këtë mit. Harvardi gjithë studentëve, të cilët e vërtetojnë veten që duhet të pranohen prej nesh, në qoftë se prindrit e tyre, në mënyrë të bashkuar, nën dhe ballë, në qoftë se të ardhurat familjare janë nuk pak se $80,000 në vit, ata studentë kanë totalisht studimin falas. Totalisht. Nëse garantojnë rezultate ekselente, nëse kanë një ese e cila Ekscelenca është lënda e parë, domethënë. Ekscelenca duhet të jetë një rezultatet akademike dhe e dyta vizioni dhe ajo që ti shkruan tek eseja e pranimit apo jo. Aty është eseja dhe unë do t'ju bëj thirrje gjithë prindërve, gjithë konsulentëve të shkollave të mesme në Shqipëri. Keni trajnime speciale për këtë fushë. Mësojini studentët si të shkruajnë esejet e tyre. Jo të listojnë gjëra, por të tregojnë angazhimet e tyre me një qëllim të cilin ata do të vazhdojnë ta ushqejnë në të ardhmen. Në atë moment, aty studenti na ka transferuar, të themi, atë dritën e vet. Në atë moment pastaj e ka vetë universitetin në dorë të thotë dëgjoj. Unë për ty, studenti nderuar, nuk dua të di sa lek s'ke, çfarë të ardhurash ka familja jote. Ti je një mendje ndritur që do sillesh një ndryshim në botë, unë të dua ty të rekrutoj. Dua të vë vulën në Harvardit dhe të dua në këtë komunitet. Sërish është ambasadori i brandit ton, sepse ti do të gjesh kurën për kancer, ti do të gjesh armën e re, ose do të gjesh ekuacionin e paqes në botë. Tani ne këtë student e duam dhe ne nuk e lejojmë na ikë nga dora. Kështu që Harvardi ose Columbia ose Georgetown ose kush universitet qoftë, ata do vënë gjithë arsenalin e tyre të fondeve para dhe do thonë, okay, ku mund të suportohet ky student tani? Sa shqiptar kemi në Harvard sot në të gjitha fakultetet? Një grup shumë të vogël. Sidomos ata që janë duke kryer studimet bachelor, janë një grup i vogël, janë më pak se 10 momentalisht. Kemi disa që na kanë ardhur nga Shqipëria dhe po vazhdojnë të na vinë, dhe ky është lajmi më pozitiv që mund të jap këtu. Harvardi nuk është as pak një ëndër e largët, sidomos për ata studentë që dhe veçanërisht për ata që janë jashtëzakonisht shumë të motivuar në personin e tyre, por janë të limituar, janë të kufizuar nga financat e tyre familjare. Financa nuk duhet të quhet as pak pengesë për sa kohë ata të paktën të provojnë shansin të aplikojnë. Le të kontaktojnë persona si puna ime dhe kolegët e mi që jemi atje. Albana, je vetmja pedagoge shqiptare, vetmja lektore shqiptare në Harvard University, arritje shumë e madhe. Si e mbritet i këtë?
kam ardhur fillimisht në Harvard në 2 konferenca. Isha e ftuar në disa biseda dhe momenti që kam hyrë për herë të parë në Harvard, unë e dija isha në shtëpinë time. Dhe nuk kisha më dyshim se kur do të vija, apo si a do të vija, as do të vija, ishte çështja, okay, kam edhe një 5 vjeçar kohë. Dhe e kam pasur atë ndjesi gjatë gjithë kohës. Por njëkohësisht isha shumë e ndërgjegjshme për faktin se do të duhej të punoja që ta realizoja, ta kapja me punimet e mia shkencore. Ajo më ka hapur derën. Isha i kombinimi interesant midis ekonomisë politike dhe shkencave kompjuterike. E kërkove ti Harvardin apo ata të spikatën ty dhe të rekrutuan? Unë e kam kërkuar Harvardin për sa kohë isha ende duke ndjekur studimet e mia. Dhe kur unë mbarova doktoraturën më kërkoi mua Harvardin. Këtu në Shqipëri, në çdo profesion, në çdo institucion, përfshirë dhe fushën akademike, shumë konkurrencë ka. Është kjo lufta e bryllave që o zot çfarë bëhet në mjeksi, në spitale, në Po e kam përre. Nuk e di tani se si është klima e institucionit ku ti punon, që duhet jetë një institucion pararoj, që duhet jetë një model, një shembull, që bota të qeveriset ashtu siç duhet në çdo nivel dhe në çdo industri. Në fakt, gara mes profesorëve është e ashpër aty ku ti punon? A ndihesh ti e kërcënuar në punën tënde? A jeti solide, i ke vendosur mirë të forta të themele dhe Amerika mbetet pra një institucion i shanseve të barabarta që e shpërblen meritokracinë? Absolutisht. Kjo koncepti i bryllave dhe ky koncepti i xhelozisë profesionale ndaj kolegëve të tu për ne nuk ekziston. Përkundrazi, jemi shumë motivuesi njëri tjetrit. Nëse dikush është duke shkruar një libër, ne do bëjmë të pamundurën që ta lexojmë atë draft, atë version të librit, të manuskriptit, në mënyrë që të japim kritikën tonë konstruktive gjithmonë, se si të rregullohet argumenti, se si të përmirësohet, në mënyrë që ai libër i kolegut ton të publikohet, sepse në këtë mënyrë ne të gjithë bashkë ngrihemi. Është shumë është kolektivist në një farë mënyrë si perspektivë. Ne të gjithë ngrihemi kur të gjithë performojmë mirë. Dhe nuk kemi në konkurrencë me njëri tjetrin as pak. Dhe unë këtë nuk e kuptoj. Dhe kjo jetë profesionale, kjo perspektivë, kjo ideologji profesionale, mua më dikton dhe te personalja. Dhe më habit kur shoh kolegë që konkurrojnë me njëri tjetrin ose i ngushtojnë ato mundësitë e tjetrit për të rritur. Këto janë absurditete, është sabotim kolektiv. Ku do të mbrysh ti profesionalisht? Sot. Shumë pyetje e bukur. Gjysmë shekull i jetë, kaq shumë arritje. Ti ke punuar në shtëpinë e bardhë, ke punuar në Harvard University, në Universitetin e Michiganit. Po, për mua nuk është një vend sesa një cilësi. Destinacioni im final nuk ka një pikë gjeografike. Është një cilësi jete dhe cilësi profesionale. Aspiroj që të arrit maksimalen time, dhe maksimalen time nuk e shoh më as pak në varësi të arritjeve të mia. Ndoshta jam e vetë kënaqur të them në këtë moment, edhe pse nuk jam totalisht, por le të themi që kam mundësinë që ajo që më bën kurioze ta eksploroj. I kam ato aftësitë shkencore që ta eksploroj. Por për mua arritja është a jam e aftë të ndryshoj pozitivisht jetën e dikujt, dhe atyre dikujtve kam parasysh studentët e mi. A jam e aftë që një përgjigje e cila po mundon njerëzit e po implikon, po influencon jetën e njerëzve, të gjej një zgjidhje të përshtatshme, ta lëviz pak atë gjilpërën kur i thon sa do pak përpara, gjilpërën e busullës. Për mua ajo është arritja. Dhe a jam e aftë të jem një nënë e mirë për fëmijët e mi. Ky është objektiva ime në jetë. Tu desh në një moment i jetës tënde që të rinisje përsëri nga zero, këtë herë bëhet fjalë për emocionet. Edhe i the jo një kontratë pune të rëndësishme në shtëpinë e bardhë, i the jo Harvardit, kishte nevojë për një pauzë 6 mujore, me sa mbaj mend, sepse në atë moment jetës tënde më tregove që nuk doje të punoje. Doje ti kushtoheshe vetes tënde dhe ke bërë një bisedë shumë gjatë me veten, sepse ti besoje në dashuri, dhe për dashurinë ka përcjellë vërtet oqeanet. Edhe jeta nuk shkoi ashtu siç kishte ëndërruar, sepse në një moment erdhi divorci, i cili tu servir si një vak normal, ndërkohë që ti nuk ishe e përgatitur. Një nga sfidat e jetës ishte pikërisht ajo. Duke qenë me shokun e jetës që në një moshë shumë të vogël, e kisha në një farë mënyrë unë e kisha planin e jetës të qartë. Dhe lejoja pastaj veten që të hecja para në këtë rrugën tjetër. Dhe befas një moment, është ajo tronditja e tokës, domethënë, u prezantova me divorcin, mu dha divorcit, themi. Dhe
nuk e prisja as pak, nuk e prisja, ishte një fazë që kur flasim për humbje, ajo ishte momenti ku unë nuk përballa me një humbje, të cilën nuk e kishe llogaritur ndonjëherë, unë nuk e kisha menduar kur. Për mua kishte plan A, shoku i jetës ime, ishim bashkë gjithë fëmijë dhe nuk kishte një plan B në jetë. Dhe ajo ishte një sfidë e vërtetë. Dhe kur u përballa me atë, po unë kam shkruar email gjithë institucioneve me të cilët isha afiluar, do të thënë e punësuar dhe në kontraktuar në atë kohë, duke thënë që unë për nevoja personale unë do të dal nga orbita, nga radari për një periudhë kohore, që të ekzaminoja jetën time, të shifja nëse mund të kishte një shans familja ime, martesa ime të mbijetonte, të ndodhesha atje për fëmijët e mi, por mbi gjitha të mbledhja ato copsat e shpirtit tim. U përpoqe ta shpëtoje martesën, i bëra ato përpjekjet e fundit për ta shpëtuar varkën që po mbytej, apo thjesht pranove faktin që kjo varkë nuk kishte më shpëtim se kishte filluar të fuste shumë ujë dhe ti duhet të pranoje faktin që unë se e bëra luftën time. Por mënyra se si divorci mu prezantua nuk ishte diçka me të cilën mund të luftoja më, sepse për dashurinë luftohet maksimalisht. Unë e kisha bërë luftën time, unë i kisha kaluar ato oqeanet dhe gjitha ato historit proverbiale. Por momentin që ti e shef që vullneti i lirë i partnerit tënd nuk është më prezent në martesën tënde, është e kohë të luftosh, nuk mund të fitohet dashuria e dikujt me imponim. Dhe momentin që unë e kuptova që ajo ishte situata, e dorëzova dhe unë armën e luftës. Nuk u përpoqja për familjen time, u përpoqja dhe madje rash fiks në atë rolin e partneres së predikueshme. Nuk ka gjë, ne do ta kalojmë këtë. Martesa do mbijetoj, do bëjmë sakrificë me djallin, por do ta gjejmë gjuhën me njëri tjetrin. Por nuk ishte ajo që dëshiroj nga partneri im. Dhe kështu që mundesh pranoja humbjen ndoshta më të madhe në jetë. Gratë merremetojnë, edhe i hedhin pas shpesh herë këto dhimbje, këto çarje toke. Nuk do të kështu me burrat. Burrat janë më të pamëshirshëm. Nëse një grua do të kërkonte divorcin, sepse do kishte shkuar në një orbit tjetër, e në një moment do kthjellojë që kish gabuar dhe kthimi në bazë tek familja duhet ishte zgjedhja e dur. Burrat nuk do ishin kaq tolerant, mendoj. Ti si mendon? Në rastin tim u vërtetua që ishte pikërisht ajo. Ishte shumë lehtë për ish bashkëshortin tim që të zgjidhte vetveten, dhe kjo ishte ajo e papritura, sepse kisha menduar se gabimet mund të ndodhin kujdo, si femër si mashkull, askush nuk është i izoluar nga gabimet njerëzore, dhe janë të falshme, janë gabime njerëzore, por ajo që unë prisja dhe mendoj se çdo martesë duhet ketë në bazën e vet, është që kur vjen diskutimi, a do të vazhdojmë të dy së bashku, apo do të dorëzohemi para një le të themi goditje të huaj, unë mendoja gjithmonë se ne të dy do gravitonim drejt njëri tjetrit. Dhe nuk do të lejonim asnjë përçarje. Madje shpesh një term që ai e përdorte shpesh ishte ne jemi bulletproof. Jemi kundër plumb, domethënë. Por nuk ishte ashtu, konstatua shumë shpejt se një gëzhojë e vogël kërbishi gjithçka dhe shëmbi gjithçka, jo me një plumb i vërtet. Me pjekurinë e një gruaje të lënduar, por me shumë përvojë tani, se dhimbja na prodhon edhe shumë mençuri. Çfarë do t'i thojë njerëzve që do të ishin në pozicionin tënd? 3 gjëra. E para do të ishte prano realitetin për atë që është. Nga eksperienca ime unë e pranova herët, e pash personin në sy dhe i bëra vetëm një pyetje, është kjo ajo që ti dëshiron dhe ai e i bindur. Kur përgjigja më tha po, nuk e luftova më tepër. Diçka e dytë që do t'i thoja është ajo që të ndodh dhe ajo me të cilën përballesh, nuk duhet të jetë ndalimi i jetës, nuk duhet të jetë ajo të cilëve ne na vë emrin ose vazhdon të na shoqërojë për pjesën tjetër të jetës sonë. Është diçka që na ndodhi, sikurse na ka ndodhur shumë gjëra në jetë, si të mira edhe negative, ndodhi, ka pati kohën e vet, falënderuese për çfarë jetuam dhe vazhdo përpara. Domethënë, nuk do të sugjeroja të jetoje në të kaluarën, edhe pse shpesh herë kur koka vihet një astëk në mbrëmje është e paevitueshme ta evitosh të kaluarën. Dhe e treta që do thoja është forca të falësh dhe për ata prej nesh që janë ndodhur në këtë situatë e kanë fëmijë, lejoj fëmijët të jetojnë në një mënyrë pozitive, mos të mbartin atë ankthin e prishjes ose atë ankthin e konfliktit midis dy prindërve. Këto janë ato 3 mësime madhore që unë kam nxjerrë nga kjo situatë.
Në procesin e ndarjes, cila ka qenë pyetja që të ka përdjekur më shumë? Pyetja ime ka qenë kjo, dhe jo ta aq pyetje se sa dëshpërim, i cili ishte bëhet një bilans në mendjen e çdo femre që është ndodhur në këtë pozicion ose të çdo mashkulli që është ndodhur. Bëhet bilanci, çfarë bëra unë që të kontribuoja në këtë konkluzion, në këtë shkrirje martese të pakuptim, në këtë fund të papritur të një rrugtimi madhor, sepse ne të dy ndërtuam njëri tjetrin. Dhe për mua përgjigjja ishte torturuese, sepse aty ku dilja gjithmonë ishte edhe në pikën time më të mirë. Unë përsëri nuk e pata aftësinë të mbaja njeriun e zemrës, atë që ishte i supozuar dhe i deklaruar që mua do të më donte deri në frymën e fundit. Dhe kur çfarë dua të them me pikën më të mirë, ato variablet që ne shqiptarët i radhisim, nëna e fëmijëve, i dhash jetën, më dha jetën, ndërtuam ëndrat, ndërtuam bazën financiare, realizuam gjëra madhore, shkuam 2 fëmijë që as flisim anglishtën, dhe shife ku jemi sot. Domethënë i sheh gjitha ato variable dhe thua arrita edhe këtë, rujta edhe këtë, përmirësova edhe këtë. Dhe kur bëja balancin e jetës thoja, okay, sakrificat ishin të shumta, përpjekje të jashtëzakonshme, unë nuk mund të performoja më mirë se kaq. Pse nuk ishte kjo e mjaftueshme? Për atë që duhet më donte, edhe sigur unë asnjë nga këto mos kisha. Ajo ishte torturuese, derisa shumë shpejt e kapa, nuk ishte të bënte fare më me mua ajo, absolutisht. Eksakt. Unë nuk e di nëse dhimbja ka qenë një mësues i mirë për ty dhe ti, ke dalë një përfundim sot. A është e vërtet që ti sot ke bërë vend edhe ke një hapësirë të plot për të futur në kozmosin tënd emocional dikë tjetër që mbase po të kërkon një shpirt tjetër që është në kërkim të dikujt si ti. Beson ti më te kjo? Para se ti përgjigjem sa Elketa do të thoja që edhe ai vetë është një njeri jashtëzakonisht shumë i mirë, pa e fajsuar atë. Transferimi i ndjenjave është domethënë edhe ajo është diçka njerëzore. Nuk mund ta kontrollosh mënyra se si ai i përballi ato sfidat e jetës, linte për më mirë, por pa dashur të minimizoj absolutisht karakterin e tij apo personin që ai është. Jam sinqerisht mirënjohës dhe e vlerësoj maksimalisht, sidomos për rolin e tij si babi i fëmijëve tan. Për sa i përket jetës sime, ajo që mua më ndodhi në këtë proces është këtu është ajo pyetja juaj origjinale, a fiton zemra apo logjika? Te unë nuk kam më fitim zemre. E shoh, domethënë e kuptoj rëndësinë e dashurisë në jetë, rëndësinë e një ndjesie të mirë, por jam shumë skeptike ndaj saj. Dhe jo, nuk qëndroj hapur ndaj idesë së një dashurie të ngrohtë. I mirëpres dhe i vlerësoj persona që shprehin interes. Është një sfidë e hapur. Vetë unë jam një sfidë e hapur sot, sepse nuk besoj se jam e lehtë për të fituar zemrën në mënyrë që dikush e meriton. Ester Perel, e cila është një nga studiuset më të përveçme të epokës moderne që jetojmë neve dhe shumë prezente në podcastet shpirtërore, merret me studimin e marrëdhënieve njerëzore, dinamikave të emocionit, dashurisë dhe të gjitha këtyre raporteve sentimentale të komplikuara dhe del në përfundime në fakt shumë interesante. E ndjek her pas here. Edhe ajo thot, ne nuk vuajmë darjen nga personi, por ne vuajmë atë version të vetes që ishim atë person. Vuajmë edhe idenë se çfarë do të ishte jeta jon me këtë person. Çfarë të mungon ty nga vetja jote? E pranova atë version të vetvetes, e vlerësova për atë që funksionoi, për atë që bëri dhe pastaj krijova diçka tjetër. Dhe ajo që më mungon nga ajo pjesë e jetës është ai versioni i Albanës më besues, më i qeshur, më shpirt i lirë, dhe ajo më ka munguar. Por njëkohësisht mua më ka vdekur diçka tjetër, jo të vetja, unë veten e rizbulova në një farë mënyrë. Por atje ku unë pash një fund ishte shumë e vështirë për mua, por ndërkohë e realizuar të shifja atë person si personin tim të dikurshëm me këtë personin e sotëm. Tani ata janë dy individ veçantë për mua dhe një moment ishte që ky person i sotëm ka ekzistuar gjithmonë dhe ajo më mohonte atë lumturinë dhe atë ndjesi që ne kishim pas për njëri tjetrin. Dhe tani kam marrë në atë fazë që ai ishte dikushi, nuk jeton më në botën time, jeton diku tjetër në një formë tjetër. Por te vetvetja unë kam gjetur një Alban që e preferoj. Kam gjetur një Albana që jo më kërkon suportin moral të dikujt për të qenë vetvetja. Ti sot thua që unë nuk besoj më tek zemra. Unë besoj më shumë tek logjika. A nuk është kjo një
kosto shumë e madhe dhe një trishtim, po më dëshpëron shumë kjo gjë, sepse për shkak të debulesës apo dobësisë së dikujt tjetër, ne të modifikohemi, sepse dikush na ka krijuar një traumë, një tronditje, një zhgënjim, a mos duhet ne mos devijojmë nga ajo për cilën kemi ardhur në këtë botë, se ti je projektuar për të qenë një njeri i mirë, i mbar, një njeri që dashuron me zemër, pa llogari, pa matematik, ti thjesht do dhe kur do, beson dhe i shkon deri në fund. Ajo është ndjesia më e bukur në botë, unë uroj. Po mos ndrysho të lutem Albana, për shkak të këtij personi. Thuaj që unë besoj në dashuri dhe hape zemrën. Zemrën do ta hap, ka pikë diskutimi dhe mirëpres atë personin, por momentalisht ajo është sfida me vetveten, Alketa, është që ta kuptosh që gjenetika jote ndryshoi, ADN-ja jote e ka ndryshuar në mënyrë të përhershme dhe në qoftë se ti do të pranosh që ta hapësh krahët dhe ta përqafosh, ta ripërqafosh dashurinë, është një punë të cilën ti do realizosh, nuk të vjen më natyrshëm, sepse tani momentalisht ndjesia ime e parë është ai barieri i madh, është ajo mburoja që un kam. Por do ta theksoj, momentalisht është e trishtueshme dhe e kuptoj dhe vet, por nuk është e trishtueshme kur unë gjej lumturi në këtë status. Me atë që dua të them, është shumë e bukur ajo ndjenja që të dish që unë në çdo gjendje time nuk kam nevojë për aprovimin as kujt. Dhe nuk kam nevojë askënd as që të më thot bravo, as më mbaj dorën, as të më kritikoj në hapin tim. Jam e përgjegjshme dhe i vetmi person i cili përgjigjet për jetën time. Por do ta theksoj se nuk dua në asnjë mënyrë që të trëmb potencialet. Jam shumë e hapur ndaj dashurisë. Shumë mirë që e theksove. Është një sfidë e hapur. Dhe unë të uroj shumë që të dalë dikush në jetën tënde, që të t'i shëmbi këto mure, edhe të bëj të kthesh 100% tek vetja e pa modifikuar fare. Ti nuk ke nevojë të modifikohesh. Ti ke patjetër nevojën tani që të shprehësh dhe të manifestosh kujdesin, se ke marrë një tronditje, po jo të ndryshosh atë që është brenda teje, se kjo është pasuria dhe thesari më i madh që ne kemi. Këtë nuk do të lejmë na e prek askush. E di atë shprehjen, no one can dim your light, kështu që askush s'mundet që të erësoj dritën, askush. Shiko, thonë që duhet kalosh në përdhimbje që ta kapërcesh të dalësh në anën tjetër ku ka shpresë, ka dritë, ka gëzim. Në fakt, kur jemi brenda rrethit ne nuk e kuptojmë dhimbjen që po përjetojmë. Jemi peng i dhimbjes edhe vuajmë, qajmë, jemi të lënduar. Besoj që ke derdhur shumë lot për këtë dashuri. Nuk e di se cila është natyra jote, se ka njerëz që i han lotët për brenda, po ka nga ata që i lënë që të shkojnë, që ke qarë për dashurinë. Po sot që je jashtë rrethit, në sensin je mbas 4 vitesh nga momenti i divorcit dhe shërimi ka ndodhur pak nga pak, çfarë do t'i thoje në momentin më të errët dhe më të vështirë Albanës? A ja vlen të qash kaq shumë apo domosdoshmërisht do ta ndjesh këtë dhimbje? Nëse lotët do të ishin një vendim i marr, do t'ja bëja atë pyetje vetes. Por për mua ato ishin një proces aq automatik, do të thonë unë nuk ekzistoja dot pa derdhjen e lotëve, sidomos atë vitin e parë. Dhe e pranova. Por ajo që do t'i thoja vetes sot është kaloje këtë furtunë, hec me saj, dhe do të thonë jetoj gjithë ato fazat që duhen jetuar për të gjetur vetveten. Se unë sinqerisht gjeta vetveten në anën tjetër. Duke qenë se ne kishim qenë bashkë që unë si kisha mbush 15, dhe duke qenë se kishim pasur një jetë të tërë bashkë, nuk e njihja Albanan, sepse kalova nga shtëpia e prindërve të mi te shtëpia martesore dhe identiteti ishte gjatë gjithë kohës i lidhur me dikë tjetër. Dhe unë këto 4 vitet e fundit kam rigjet vetveten. Dhe sigurisht kam medituar mbi cilësitë, sikurse edhe defektet e mia. Dhe jam shumë në paqe me personin me cilën jetoj. Kalon vetëm kjo histori? Apo duhet kesh dikë, një bashkëpunëtar? Ke pasur dikë që të ka ndihmuar, një terapist, një mik të dashur? Ka pasur mikesha shumë të mira. E para dhe kryesorja e tyre nëna ime, mamaja ime. Si përjetojnë nëna në fakt kur i thej që po më ndodhe njëjta histori, mame? Ajo ka qenë ndoshta pjesa më e vështirë për mua në gjithë këtë, sepse pash mami që e rijetoi dhimbjen e saj. Atë që, do të thënë, është diçka të të godasi ty në jetën tënde, por është diçka tjetër kur godet të fëmijën tënde, njëjta gjë. Dhe përveç asaj, mami imi ishte jashtëzakonisht shumë e lidhur me bashkëshortin tim, ish bashkëshortin. E quante çunin e madh. Unë kam një vëlla, dhe ajo atë e quante djalin e madh. Dhe për atë ishte humbja e një fëmije, sikur se ishte edhe rigjenerimi një dhimbje që ajo ishte përpjekur ta
ta harronte vetvetes dhe këtë radhë godiste fëmijën e saj. Dhimbja shumë fishohet. Dhe ajo e vojti jashtë masa, unë e vojta jashtë masa, ajo vazhdon ta vuaj që t'jem e sinqert. Por unë vuajtam te për dhimbjen e mamit tim dhe për atë ndoshta është ajo që unë nuk i fal atij personi, sepse ai fund aq i papritur ishte ndaj gjithë aktorëve të asaj jete, jo vetëm mua. Dhe të paktën një goodbye, një lam të mirë mund ta thoshte në disa mënyra. A duhet në fakt çdo grua ta ketë një plan B në jetë, edhe kur plani A duket sikur funksionon shkëlqyshëm? Absolutisht. Dhe çfarë parashikon ky plan B? Plani B do të thotë që femra të ketë personalitetin e vet, sikurse personal, profesional, por edhe një plan aktiv se si të vazhdoj jetën që kur martesa ose plani A të arrijë fundin e vet, ajo mund të zgjohet të nesme në mëngjes dhe të vazhdojë në jetën e vet, në trajektor, në udhëtimin e vet, me një punë të re, me një financë të limituar ose të përgjysmuar, por të konkretizuar, me rrjetin e saj social suportues, shoqërinë, nën, prindër, këtë i dëshiroj zemra e vet. Do me thënë, plani B është që kur mos i vendosësh gjitha vezët në koshin e martesës, por të kesh atë identitetin tënd brenda martesës, një identitet fuqishëm, dhe kjo shërben si për femrën dhe për mashkullin, që në qoftë se një ditë martesa shkrihet, të dy të vazhdojnë të ekzistojnë në mënyrë të plotë funksionale, siç ne njerëzore. Çfarë do t'i thojë dy djemve të tu sot që ta bëjnë siç e ka bërë nëna dhe babai i tyre dhe mos e bëjnë siç e ka bërë nëna dhe babai? Unë nuk do doja në asnjë mënyrë që fëmijët nga ne të mbanin mend do me thënë shkrirjen e martesës, por të mbanin mend atë dashurinë e jashtëzakonshme. Do doja që çunat e mi të kishin në kujtesën e vet dhe të vazhdojnë të ruajnë atë kujtesën e një dashurie të sinqertë dhe të fortë që prindërit e tyre krijuan për familjen e tyre, sikurse edhe krijesën e tyre. Dhe do doja të dinin që pavarësisht çfarë historish sjell jeta, dashuria jep kuptim jetës dhe mos i trëmben asaj. Çfarë është një ofertë që do ta kthente Albanën në Shqipëri? Për çfarë do t'i thoje poshtë Shqipërisë ti sot? Ke ndonjë tundim? Alkita, nëse më lejon nga koha do të them një histori të bukur, sepse kjo pyetje më bëhet shpesh. A do doje të kthesh edhe duke pasur edhe ekspertizën time, a do të kthehesh në politikën shqiptare, çfarë do doje të bëje? Albana i qëndron besnike e plot ndaj kontributit. Me shumë kënaqësi do të kthehesha në Shqipëri për një periudhë të caktuar për të dhënë kontributin tim maksimal. Por njëkohësisht është një anekdotë që doja të ndaja me ju. Një miku im dhe mentor, koleg shumë i mirë, është sot provost dekan në Universitetin Texas A&M. Bill Clark quhet. Dhe Bill tregon një histori, dhe unë këtë e tregoj shpesh te miqtë e mi dhe do ta ndaj me ju. Kur Bill bënte doktoraturën, ishte babë me 3 fëmijë. Dhe studentët e doktoraturës, shkencëtarët në trajnim, domethënë, jo për herë kanë luksin financiar. Janë njerëz të cilët funksionojnë me një ekonomi shumë të pakët. Dhe duke qenë se kishte babë me 3 fëmijë, Bill gjatë natës jepte një taksie në mënyrë që të shtonte diçka në familjen e vet. Dhe në një moment të caktuar punonte në Washington DC sepse e bëri doktoraturën atje. Në një moment i hyn në taksinë e vet një figurë politike, e politikës amerikane. Dhe shef që në vendin e parë të taksisë së Bill kishte gjithë librat e politikanëve teoricienëve politik, duke filluar me Sokratis, Plato e të tjerët. Dhe shef librin dhe nuk i bën sens sepse librat dhe shoferi i taksisë domethënë nuk përkisin me njëri tjetrin dhe i thot, më fal, i thot, çfarë i duke bërë me ata libra? Dhe Bill i thot, jam duke studiuar, i thot, për shkenca politike. Po marr doktoraturën. Dhe ai thot, aha, i thot, do me thonë kur të rritesh kërkon të bëhesh politikan, po me një ironi shumë theksuar. Dhe Bill, me atë sensin e tij të sarkazmos perfekt, i thot, varet, i thot, a do donte një gjeolog të bëj gur? Dhe këtë shprehje e kam shpesh si referencë që ekspertiza ime është të studioj çështjet politike dhe të orientoj pse një gur ka marrë atë formë që ka, ose ka atë përbërje që ka, dhe se si ai do të ndihmonte të ndalonte rrjedhën e një, domethënë një lumi ose ta përforconte atë rrjedhë. Por duke i njohur sigurin dhe gjeologun, mendoj se në një të ardhme, në qoftë se mundësia do të ekzistonte dhe bisedat ekzistojnë, me shumë dëshirë do të kontribuoja për Shqipërinë. Gjithmonë pa humbur identitetin tim akademik në Harvard.
Ke krijuar ndërkohë një entitet shumë interesant që quhet International Studies Academy, që ofron mbështetje plot akademike dhe profesionale, duke përfshirë konsulencë për studime bachelor, master, doktoratur, orientim akademik i personalizuar, asistencë për kërkim dhe botime shkencore. Mund të më thuash disa fjalime shumë për gjithë ata që janë të interesuar që përmes kësaj strukture të faleminderit për mundësinë ta bëjmë progres në karrierën e tyre. Po, patjetër. ISA është krijuar dhe ekziston në Tiranë. E kemi website-in isaalba.com. ISA ekziston dhe është krijuar pikërisht me këtë ëndër, që unë të jap kontributin tim personal se si studentët shqiptarë të tregojmë ato esejet që të mrekullueshme që ata duhet shkruajnë të hyjnë në universitetet e ëndrave të tyre. Se si pedagogët shqiptarë të publikojnë kërkime shkencore që janë me të vërtet të bazuar mbi të dhëna statistikore shkencore, që të botohen në revista shkencore në mënyrë të tillë që promovojnë dhe ngrën vlerat e akademisë shqiptare. Dhe njëkohësisht ISA-n e kam edhe si një mënyrë ku unë komunikoj në mënyrë individuale me studentët shqiptarë, sepse nuk e kam atë shans që studentët amerikanë nga të gjitha universitetet i kam përherë në zyrën time, por studentët shqiptarë kam pas gjithmonë shumë kënaqësi, sepse jo vetëm që na kujtojnë, na kthejnë bas në atë momentin kur ne vetë ishim ata studentët me xixa në sy për një të ardhme të bukur, por i gjej gjithashtu jashtëzakonisht shumë të pjekur për moshën e vet. Dhe jam e mrekulluar. Dhe ISA është një mundësi fantastike për mua që jo vetëm të krijoj mundësi studentëve të studiojnë ku dëshirojnë ose të eksplorojnë oportunitete profesionale ku ata dëshirojnë, por njëkohësisht edhe të mësojnë ato sekretet e vogla, tu hapin atyre dyert që në pamje të parë duken të blinduara. Tani unë që dua të aplikoj në një nga programet që ka shumë lidhje me punën që bëj në Harvard në qershor. Po. Pse duhet Harvardi të më pranoj mua? Kur të bëj SN, çfarë do të kem parasysh dhe çfarë do të specifikoj mirë aty? Ajo që ti personalisht do specifikosh është fakti se me atë mikrofonin, me atë elokuencën e fjalës, me vetë eksperjencat e tua dhe me vetë punën tënde, ti ke fituar titullin, por në karshit punës tënde, do të thënë nëpërmjet punës tënde. Dhe pikërisht ajo që thash më parë, ne duam të dimë dikë që e ka vërtetuar veten, që janë besnik ndaj një kauze, ndaj një lufte të caktuar për të përmirësuar shoqërinë në përgjithësi, për të gjetur ato pyetjet madhore. Në mënyrën tënde ju keni bërë tuajën. Dhe çdo domethënë student që e ka atë motivin e brendshëm për ta ndjekur këtë, jam e bindur që dhe ata e kanë bërë, thjesht nuk janë të ndërgjegjshëm. Nuk të shpreh dot me sa student unë komunikoj këtu në Shqipëri që më vinë në zyrë te ISA, dhe pyetja e parë është, "Ok, çfarë ke bërë? Më thuaj habit e tua." Dhe ata, domethënë, nuk e kanë përgjigjen të menjëhershme. Pastaj kur i thua, "Ok, a ke punuar ndonjëherë, ke shkuar ndonjëherë për shembull të ndihmosh në për ndonjë jetimore?" Po si ndihesh për qenë të rrugëve? A u hedh ndonjëherë ndonjë cop buk? A je ndonjëherë kurioz? Ose a ke biseduar ndonjëherë me shokët e tu, të krijoni ndonjë klub, ndonjë gjë? Dhe aty e shef që hapet ajo, domethënë, si thon, vërshojnë gjithë ato dijet e tyre, thon po, kam për këtë bisedë. Kështu unë duhet të shkruaj jo vetëm çfarë kam bërë, pikërisht, por nëpërmjet kësaj që kam krijuar çfarë mund të bëj më mirë për botën të cilës i përkas. Akita, dhe është rëndësishme kjo ta theksojmë. Çfarë eksperiencat e tua të kanë mësuar, çfarë pyetjesh të kanë provokuar, çfarë aftësish të kanë dhënë që ti tani je gati të përballesh me këtë sfidën e cila ndihmon jo vetëm ty, jo vetëm karrierën dhe CV-n tënde, por gjithë kontributin tënd në botë, në humanizmin, në çështje jetike. Dhe kjo është ajo, domethënë gjithmonë duhet të jetë eseja fillon me studentin, por përfundon me gjithkënd përveç studentit. Pra e mira ime nuk duhet përfundoj tek pragu i shtëpisë time, por duhet shkoj për botën e madhe. Alketa, ti do aplikosh për një master në business. Okay? Cilat kanë qenë ato, jo ato ti çfarë ke bërë, por me çfarë sfidash e ndeshur ti në bizneset që ti i ke krijuar dhe i ke krijuar në mënyrë të suksesshme, në të cilat nuk i ke përballuar dot dhe si do t'i adresoje ato. Dhe kjo pyetje tani. Ma vure në mendime tani. Pikërisht. Sepse tendenca normale e një studenti do të ishte të thoshte, dëgjoj, unë krijova podcastin, kam dhe këtë emision, kam dhe atë emision, kam dhe këtë kompani dhe atë, gjithë linjat në CV-n e tyre. Ajo pyetja e shpesh ne pyesim nga ana tjetër është so what? I bëre bravo qoftë. Por nga ana tjetër është çfarë mësove ti tani që ti do të vazhdosh në këtë trajektore, me sa duket ti i di këtë gjitha. Dhe nëse janë kaq lehta, i di ai tjetri, ju jeni të realizuar. Unë si do t'ju ndihmoj ju tani që ju të atë pyetjen tuaj ta ekzekutoni në një mënyrë që është aq e veçantë dhe aq e saktë,
Saqë kur ju përparoni dhe ndihmoni njerëzimin, unë jam brandi juaj dhe me këtë dhe unë si institucion dhe universitet u rrita. Dhe jo pak herë njerëzit e fillojnë citimet e tyre me një studim nga Harvardi, thot XY. Dhe ai studimi nga Harvardi është pikërisht sepse kjo është ajo që ne kërkojmë. Kredibiliteti i atij studimi dhe vërtetësia e studimeve që dalin nga Harvardi është sepse ne bëjmë pyetje dhe eksplorojmë ato metodologji që të verifikojmë ato pyetje në mënyrë të tillë që lënë shenjën e vet kudo në botë. Dhe kjo është sfida e çdo studenti, jo të vish dhe të thuash unë bëra këtë, bëra atë, të dukesh impresionues. Por a je ti një proces në vijim apo je një proces i realizuar? Dhe kjo është diçka që nuk i trajnojnë në Shqipëri. Dhe kjo është diçka që studentët duhet ta dinë me patjetër në esejet e veta. Ja, një nga gjërat më të bukura që do të them aty në ese është që kanë ftuar një profesoresh të Harvardit. Programi që bëj është një program i cili nuk më kënaq vetëm mua pasionin që kam për këtë punë, kënaq nevojën e shumë njerëzve të cilët kanë dëshirë të dëgjojnë mendje të bukura si mendja jote, që të frymëzohen, të mësojnë diçka, edhe të kenë një leksion dhuratë nga një grua që s'pret asgjë në kthim, po të cilës unë do t'i jap shumë mirë njohje sot, se unë kam qenë vërtet kështu studente ulur një auditor shumë elitar. Sot unë jeva shumë e privilegjuar se më ke dhënë disa leksione jete dhe disa leksione profesionale me vlerë. Dua shumë në këtë vitrinë të ul dhe të vendos njerëz me vlerë që meritojnë. Kush e di se sa shumë ka dhe sa shumë punë do më duhet mua për t'i zbuluar. Shumë faleminderit dhe dua ta mbyll duke thënë edhe një fjalë tjetër. Dhe me shumë mirënjohje për këtë bisedën tonë dhe për platformën që ti transferojmë këto ide të rinia, dua të them të diçka që kur studentët i përgatisin këto esejet e veta ose edhe ju tuajën, kur mos humbisni zërin tuaj. Dhe me këtë dua të them originalitetin. Këtë autentike gjëja, po. Autentike, por edhe e guximshme. Po, se njerëzit shkojnë në ChatGPT dhe marrin një model gati aty dhe janë më i madh që mund bëhet, është pikërisht ajo. Ne jemi të trajnuar. Mendoni se nuk e dallojmë ne çfarë është ChatGPT edhe ne e kemi. Dhe madje kemi 100 sisteme se si ta detektojmë atë. Por ajo që dua të them është ti je i guximshëm në shprehjen e ëndrrës tënde. Sistemi shqiptar dhe europian në përgjithësi e trajnon të riun ose studentin që të jetë pak si i thjesht në ëndrat e veta, mos i shpreh, rri aty, mbaj vendin tënd. Mos fol, nuk është rada jote. Ndërkohë që duhet ti frymëzojnë ata të guxojnë. Dhe një nga arsyet e para kur unë jam pranuar për bachelorin në Universitetin e Michiganit për të dytën herë. Një nga fjalitë që unë shkruajta në esein tim personal është unë e kuptoj që në sy tuaj jam një emigrante. Jam një nën, jam një studente jo tradicionale, sot që po flas kam 2 fëmijë, ndërkohë që gjithë tjerët janë 25 vjeçar, janë të rinj. Por unë ju premtoj që sikur të më jepet shansi, ju do të jeni krenar që një ditë do të ma keni dhënë këtë mundësi në jetë. Dhe unë e realizova atë. Shumë faleminderit për këtë bisedë të mrekullueshme. Është një nga bisedat më të mira që kam bërë në këto muaj të këtij podcasti, që është ende i ri, po ka një mision shumë të bukur të frymëzojë njerëz. Unë jam e bindur që sot e kemi përmbushur këtë mision plotësisht. Ti ke frymëzuar shumë njerëz. Shumë Alketa, të falenderoj zakonisht për mundësinë, për njohjen, për shoqërinë dhe për platformën që të ndajmë disa ide nga ato që do të vyejnë rinisë shqiptare. Harvardi duhet më hapi derën dhe mua përsëri për herë të dytë. Jam totalisht e bindur që do të ta hapi. Çfarë do t'i shkruash për mua se më duhet një rekord? Më duhet një letër reference. This woman is genius. Shihemi në Harvard. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit.